të zgjidhim vetë duan. Edhe gjatë publicitetit në fakt ne vazhdojmë me diskutimet dhe pati një pyetje të drejt për Klesin se si ja bën momenti që është në punë me bebin dhe është mamaja e bashkëshortit besoj në këtë rast ndihmon. Në këtë aspekt jam me fat sepse kam prindërit e Klevit një ndihmë bashkëshortit tim një ndihmë shumë të madhe. Unë e thash që unë nuk e përmbusha një periudhë një vjeçare për të ndenjur në shtëpi, u riktheva në punë për shkak edhe të zhvillimeve politike dhe faktit që do duhet i ndiqja dhe të isha në punë, kështu që fatmirësisht kam ndihmë në këtë aspekt edhe kam një lloj garancie që është në duar të sigurta, sepse më përpara mendoja se okay, mund ta çoj edhe në çerdhe, por perceptimi ndryshoi pasi e merr në krah. Është një lloj sigurie më e madhe, padyshim. Edhe që merr edhe dashuri, se është shumë e rëndësishme. Sa i keti këto shqetësimet që kanë prindërit kur bëhen, kur vjen në jetë foshnja e tyre, Klesi, qoftë edhe për produktet që ata marrin, që është një nga shqetësimet kryesore dhe që me të drejtë Alba e kanë shtruar, por që e kanë edhe shumë prindër të tjerë dhe besoj ti mund ta kesh ndjerë ndoshta, po edhe probleme të tjera që mund lidhen me sistemin shëndetësor që është i pari dhe bebet të duhet i çosh në pediatri ndoshta shpesh dhe sa ke sigurinë dhe probleme të tjera të cilat vinë me bebin. Bashkë me bebin vjen dhe një ndërgjegjësim shumë i madh për mënyrën se si do duhet arrisësh fëmijën, qoftë pjesa shëndetësore, arsimimi, siguria ushqimore, gjitha këto janë një element që bëhen një shqetësim për ty dhe të vendosin më shumë në alert për të marrë masa dhe për të garantuar më të mirën. Padyshim që për sa i përket të qoftë politikave sociale, shëndetësia, sa garanci kemi, nuk mund të them që mund të jem 100% e qetë. Qoftë edhe për mjedisin, ku do të arrisë fëmijën tim, duke marrë konsiderat të gjitha ngjarjet, edhe për shkak punës, më bën të jem shpesh në kontakt vazhdueshëm me situata shumë të pakëndshme, sepse okay, unë mund të kem gjithë angazhimin edhe dëshirën e mirë për t'i dhënë edukatën dhe për t'i dhënë gjithë përqendrimin tim fëmijës, por nuk e di se çfarë mund ndodh me mjedisin që do ta rrethoj, sepse nuk do të jetë gjithmonë në shtëpi dhe ti ku mund të kesh kontrollin e plot. Kështu që padyshim që ka shumë pikpyetje që e shoqërojnë këtë proces. Por thash që vjen bashkë me një ndërgjegjësim shumë të madh që të bën të jesh në alertë dhe të marrësh masa, të jesh më prezente në jetën e tij dhe jam me parimin që prindërit duhet kenë rolin kryesor për edukimin dhe gjithë për kujdesjen e plot. E kaloj pak bisedën me Albën sepse unë besoj që hyn tek vajzat e reja, të cilat kanë shumë informacion për atë çfarë ndodh patjetër në Shqipëri dhe shpesh herë kjo pasi ka shumë informacioni të step në shumë vendime. A janë ata prindër të cilët ndonjëherë e shmangin pak të informacionin që mund të lidhet me probleme të sigurisë ushqimore, të sigurisë shëndetësore e tjerë me ardhjen në jetë, prurjen në jetë të një foshe apo krijimit të familjes në tërësi? Kam përshtypje se po Bërkena, më pak të informuar, shumë herë më të lumtur, më të thjesht në vendimarrje. Dhe unë e besoj shumë fort këtë, po ky është një ekspozim të cilët ne nuk i shpëtojmë dot, nuk e evitojmë dot. Kjo ndoshta edhe për shkak të natyrës së punës, jemi në kontakt të përditshëm me informacionin deri në detaje dhe ndoshta kjo ka bërë. Po dhe shoqëria në vetvete është bërë pak më informuar, krahasuar me vitën e parë, ndoshta ka ndikuar kjo tek familjet që janë shumë të informacionin, ka dhe mjete më shumë të informacioni, ka më shumë kanale komunikimi, njerëzit nëse kërkojnë, tani unë i shoh të gjithë janë me ChatGPT në dorë dhe e pyesin për gjithçka, edhe unë them pse nuk e pyesin për çumshtin, për uleштryvet, për punës, për produktet Megjithatë, po them që ka më shumë kanale komunikimi dhe kanë mundësi të jenë të mirë informuar në çdo drejtim. Por ka një lloj rezerve, sigurisht kjo që po thua ti, që ndoshta të qenit informuar deri në këtë pikë, duke ditur se çfarë ndodh ndonjëherë edhe në prapaskena, për shkak të natyrës së punës, denoncimet, problemet, shqetësimet e njerëzve, se janë dhe vetë njerëzit që na shkruajnë dhe na informojnë, na bën të jemi shumë herë më skeptik, shumë herë më të rezervuar, shumë herë më të vështirë në vendimarrje, edhe analizojmë disa dimensione, për shembull, mua më thonë që ndonjëherë jam e lodhshme për sa mendoj dhe sa analizoj, unë vërtet nuk jam e lodhshme. E pranoj këtë me krenari, po e till jam sepse ndoshta për shkak të mënyrës jetesës, ndoshta edhe për shkak të jetuarit vetëm, se më duhet ta them, sepse unë nuk gjykoj vetëm atë palën që më kritikon. Gjykoj dhe vetën, bëj edhe një autokorrektim, ndonjëherë kam reflektimet e mia, se mund edhe unë të jep në gabim, sepse më tha zonja paraprakisht lënja e gjurmës, unë shpresoj, besoj dhe ëndrroj shumë fort që mos të ikje pa gjurmë nga kjo botë. Që besoj se ajo është një prej ambicieve dhe ëndrave më të mëdha në jetë. Ajo lë më njan karrierën, ajo lë më njan gjithçka që kam ndërtuar deri më sot, lë më njan çdo sakrificë. Pra, për mua ardha në jetën një fëmiu mund të jetë
momenti më sipror edhe më i lartësuar. I karrierës tënde si femër personal, i rritjes tënde. Moment tjetër, pra nuk do doja kur ta mendoja që do ikja e pa gjurmë. Nuk e them për këtë rezervën që kam me siguri në këtë vend. Sepse ka njerëz që mund ta lexojnë si justifikim. Nuk është i tillë. Jam shumë e dëshiruar dhe do ta doja që në këtë moment. Nuk besoj që ka vajza dhe gratë nuk e duan. Ka mbaruar koha që njerëzit duhet të flasin për atë që ti do thuash, se ti je këtu për ta thënë, dhe s'ka nevojë të themi që ajo deshit tonte, se ja ku e kemi çfarë po thot. Unë mendoj që ca skepticizma duhet të thyen si barriera, sepse momenti thash i realizimit, i finalizimit të një funksioni të një misioni që janë vetvete ka, arrin ti zbehi disa gjëra. Pra ne bëhemi shumë kërkues dhe e gjejmë zgjidhje, të gjejmë qumësh të mirë, të gjejmë domate të mira, të gjejmë produkte të mira, mos e neglizhoni tregun vend, japini një mundësi. Serat e produktit të masiv nuk janë ato që janë cilësore, tamam fshatarët që prodhojnë për vete, ato po që kanë produkte të mira dhe t'i ofrojnë, mund të ketë një diferencë çmimi sepse ata nuk i hedhin pletë, nuk bëjnë 20 kg, po bëjnë 10. Janë gjëra që na ngelen në dorë. Unë dua t'i kthehem pak pjesës së mbjelljes, së qenies. Është shumë e rëndësishme ne si shoqëri, sepse kemi shumë vlera krahasuar me shumë kultura ballkanase dhe europiane, sepse ne akoma kemi familjen funksionale. Që do të thotë asnjëra nga ne nuk dakortohet që familja nuk është më e rëndësishme në jetë. Për secilën nga ne këtu. Që do të thotë e kemi akoma të fortë. Përkundrazi, besoj që ka asgjë më të rëndësishme se familja. E kemi provuar të bëjmë profesione të ndryshme, të shkëlqejmë me yll në karrierë, në fund ku kthehesh në darkë ku futesh. Në shtëpinë tënde. Ajo është shtëpia jote. Dhe ato muret shtëpinë ta kthen familje prezenca e personave të tjerë, avash gradualisht, sepse ti derdh emocione, ti derdh investim intelektual, ti derdh marrëdhënie tek këta njerëz dhe ti e merr mbrapsht të marrëdhënie. Dhe është shumë e rëndësishme ti thuat gjithë çifteve të reja. Mos keni kaq frikë nga kjo sfidë, sepse është një sfidë që e vjen lehtësimi dhe vjen forca, potenca e të dy bashkëshortëve për ta përballuar gjën bashkë me ardhin e kësaj gjë. Pra nuk është se ti vjen dhe ti do psohesh, jo, ti vjen dhe ti forcohesh. Pra ti ke pas stresin më të madh si do mdali gjumin natën kur çaj fëmia. A ka ndodhur ndonjëherë që të çaj dhe mos ta dëgjosh? Madje mund të them që është alarmi vetëm momentalisht. Mund të zgjoj asnjë alarm tjetër amat. Lehtësisht me mënyra se si njeriu është ndërtuar, pra në aspektin mjekësor, fiziologjik, social. Çdo gjë vjen me gjërat që ty të bijnë. Nëse ty do të shtosh një emision tani dhe edhe pse je me nën, edhe pse ke shumë ngarkesë, e përballon. Pse? Sepse ti riprogramohesh për të rimarrë një rol të ri si qenie. Mirë, ndalem pak tek ajo që tha pak më parë Sara, që e lidhi këtë shqetësim që ne e shohim si pjesë të Shqipërisë, po në fakt është një fenomen global dhe familjet Savine paksohen në gjithë botën, duhet thënë, ndoshta edhe për shkak të kësaj jetës intensive që kanë të gjithë të rinjt, apo jo, Sara, sa e sheti ndoshta edhe nga vendi ku vjen, tek ata miq të cilët i ke lënë pas, sa është kjo shqetësim që ne tham për Shqipërinë mund të jetë me probleme të cilat lidhen me sigurinë ushqimore, me atë shëndetësore, e shumë fenomene të tjera. Këtë fenomen në fakt ka ndodhur para, themi 30 vjet në Britani, në Gjermani, në Holland, në Francë, në Amerikë, edhe tani ka filluar të jetë problem këtu në Shqipëri. Në Shqipëri, ashtu si Entela ka thënë, familja është akoma diçka shumë fort, është baza, edhe është pa diskutim, edhe këtë është një gjë shumë bukur, shumë pozitiv në Shqipëri. Ndërsa jashtë, ka shqetësime të tilla siç kanë qenë dikur apo ka ndryshuar situata? Në Angli jam shumë e shokuar çdo herë që unë rikthej në Angli, sa shumë është shkatëruar familjen në Angli, sa shumë nuk është vlerësuar ashtu si duhet. Pse? Me çfarë lidhet në gjykimin? Unë mendoj me materializëm, edhe rehatësinë e njerëzve tani pa familja, nuk është nevojshme gjithmonë të kesh një lidhje ashtu si ke shpjeguar kaq bukur që ne hym brenda të murat edhe jemi me familja dhe jemi rahat. Po nuk është gjithmonë nevojshme të kesh familja, të jesh rahat edhe të jesh mirë në jetë. Pra nuk duan shpeshherë të ndajnë atë hapësirën e tyre me të tjerë duke vendosur që të qëndrojnë vetëm. Gjë që në fakt edhe në Shqipëri po shihet së fundmi, të prishësh rehatin, ne shohim tek shumë prej bashkëmoshatarëve tanë, cilët nuk duan të krijojnë familje pikërisht për këtë arsye se thonë jemi mirë, ne kemi një shtëpi, mund të udhëtojmë, kemi të gjitha mundësitë, pse duhet të prishim rehatin tonë. E dëgjoni, vajza?
dëgjojmë shpesh tek shoqëritë, tek shoqet tona, por kam përshtypjen se vjen si rezultati një lloj presioni që duket se imponohet nga shoqëria, duke pritur atë perfeksionin, atë gjën, situatën ideale të jetës tënde, por që ndonjëherë mund të vonoj shumë, mund të mos vijë asnjëherë, jeta ka shumë pengesa, mund të ndryshojnë ndër vite, por që duket se është një cikël nga i cili nuk do shpëtojmë ndonjëherë, kështu që kam përshtypjen në jetën tënde dhe të Klevit erdhi surprizë apo ishte i planifikuar? Jo, ishte një bebi shumë dëshiruar. Ne vinim nga një lidhje relativisht e gjatë, kështu që praktikisht duke se ishte një thirrje universi që ka ardhur momenti duhur për të sjellë një fëmijë në jetë, kështu që mendoj pas ardhjes në jetë të Ausit, djalit tim, mendoj se mos duhet ta kisha bërë pak më herë. Dëgjoj shumë shpesh. Ta thuash me zë të lartë. Nuk e mendoja se do ta thoja unë që disa vite më përpara thoja që nuk do bëj një fëmijë para të 30-tave, por që them mund ta kisha një shok tani për shembull. Po sa bukur. Unë besoj që është dhe bekim nga Zoti, patjetër. Vetëm mos nuk ka ndryshon shumë perceptimi. Vetëm do më falni vetëm një të shtoj diçka. Unë nuk mendoj që jemi akoma te shoqëria që braktis familjen, mendoj që e shtym për të arritur kushtet. Dhe kur e shohim që po na arrin afatis kadencës, i japim drejtim pastaj si shoqëri. Pra janë shumë të rralla femrat e japim drejtim, po sa më pas futemi tek sa e lehtë është të gjesh partnerin dhe partneren për ta krijuar atë familje apo jo. Një emision tjetër për dhe ti shiko që në një farë moshe që ne si shoqëri e quajmë të madhe, i japin një zgjidhje. Pra nuk është se e zgjedhin atë që kishin zgjedhur para 10 vitesh që jo jam e kanë udhëtuar gjithë botën dhe kanë parë se lumturia është brenda vetes dhe udhëtimi më i gjatë që ke për të bërë në jetë është udhëtimi brenda vetes tënde. Njohtja e botës tënde dhe gjetja e asaj botës që ty të lejon të rrezatosh, jo të detyron të ndryshosh. Dhe këtu ke drejtë se ka shumë pak njerëz që janë të gatshëm të pranojnë në fillim për atë që je dhe pastaj duan të bësh ajo që ata duan, partneri apo partnerja. Kanë të drejtë jashtëzakonisht shumë te kjo pikë, por arrin një moment që kupton që ke nevojë edhe keq edhe mirë t'jesh me dikë dhe e bëj një zgjidhje alternative. Pra, nuk është se kjo gjëja zgjat pafund në shoqërinë shqiptare akoma, besoj unë. Pra, nuk është kthyer në një dukuri, okay, shtyn, nuk është niveli martesës si ka qenë më përpara 15, 20, 25, është 28, 30, 35 dhe edhe më mirë se është më e pjekur, është më formuar, ka çaj jep asaj fëmisë. Pra, unë kam qenë 22 vjeç ku kam lindur fëmin e parë, dhe kemi 22 vite. Në këtë vit unë bëj 24 apo 22. Dhe seriozisht ajo qante unë qaja, kur ajo do të hante, po ka qenë një sfidë e jashtëzakonshme fëmia parë. Dhe kur kam bërë fëmin e fundit, që e kam bërë në moshën 30 vjeçe, unë e kam shijuar kur ajo qante, kur ajo qeshte, unë kam hequr dorë nga puna shumë e mirë që kisha për të ndetë me atë, sepse ajo më jepte mua nuk ishte kurrë barabartë me atë që jepja, unë nuk ja jepja dot kurrë atë që më jepte mbrapsht. Luma ata që janë bërë prindër dhe shpresoj shumë për të gjitha ne që duam familjen sa më shpejt se Klesi edhe na e zgjoj më shumë këtë dëshirë. Unë falenderoj shumë që ishte në Vizionin e Pasdites, ishte shumë kënaqësi. Ne shkëputemi për publicitet, rikthehemi vetëm pas pak.